Hello njerëz, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im, në një tjetër video të dhjetorit. Ne jemi zgjuar shumë shpejt sot, jemi edhe ka gjumë, kjo diet nuk do ju përmend shumë herë, por merreni me mend sa herë unë bëj gabime kur flas apo sa herë them ndonjë gjë që nuk duhet. Tani, sot dita ka nisur edhe është shumë informacion i rëndësishëm kjo që do e nis videon tani për të gjitha, sidomos mamat shtatzana, por edhe për baballarët e tyre. E kemi nisur ditën në një institucion të shtetit që quhet Familja në Byro. Ne kishim lënë shumë vonë, do me thënë fëmijët kanë lindur në fund të shtatorit, ne jemi praktikisht në mes të dhjetorit, dhe ende nuk kishim bërë aplikimet për Elterngeld, që janë lekët e Mauricios në këtë rast, për lejen e lindjes, dhe Kindergeld, që janë lekët e fëmijëve që merr çdo fëmijë nga shteti deri në moshën që shkon 18 vjeç, por në rast se vazhdon universitetin dhe nuk bën ausbitën, edhe deri në 25, më duket, sa më sigurt për këtë. Përveç se nuk e dinim nga do ja nisnim, para disa ditësh në nëntor erdhi një zonjë te shtëpia, një zonja nga qyteti, kështu i bie, që është nga qyteti ku ne jetojmë, e cila vjen edhe të informon se çfarë duhet bësh për fëmijët, lidhur me siguracionin shëndetësor, lekët e tyre, aplikimet që bëmë ne sot, aplikimet në kita, etj. Po, na dha edhe voucher që janë karta dhurat për bonuse lidhur me kurse të ndryshme, kurse noti apo sporte të tjera që ne dëshirojmë të çojmë fëmijët. Dhe ajo, kur erdhi te shtëpia jon, na tha, nuk keni bërë aplikimin e lekëve? I thamë jo akoma, se po prisim jo certifikata, jo apostilja, gjëra të tjera. E thash shumë gabim sepse jeni vonë edhe rrezikoni që 2 muaj ose 1 muaj nga lekët e Mauricios ti humbisni, pra nga prindi që merr lejen. Dhe tha duhet të nxitoni, edhe I thamë që po mund na ndihmoj dikush apo si funksionon, po tha mund të merrni ndihmë, ekziston institucioni Familja në Byro, e keni në çdo qytet, në çdo vend ku jetoni, kërkojeni në Google, shikoni adresën, shkoni atje fizikisht, unë për vete I mora në telefon, dhe se që ka bërë shumë blur, ka marrë fokus shishja. Shkoni atje, telefonojni dhe lini një termin, në mënyrë që t'ju ndihmojnë, është falas, pa pagesë, nuk keni nevojë të pagoni askënd, uleni aty, do t'ju shpjegoj se si funksionon, duke treguar eksperiencën time te qyteti im. Unë I mora në telefon dhe I thash kam nevojë për ndihmë për të plotësuar formularin e lekëve të prindërve dhe për formularin e lekëve të vajzave. Më thanë, okej, do lëm një takim, ma lanë javës tjetër, unë I thasha nuk ka mundësi këtë javë, ma lanë direkt për sot, pra dje I mora sot lanë terminin, varet tani te qyteti juaj se për sa mund t'ja lënë. Shkuam atje, ishte një vajzë super e sjellshme, varet edhe se çfarë personi ju bie, joni ishte shumë e mirë, e jona. Edhe ulëm me të, ajo printoi çdo dokument, por dje në telefon më tha që duhet marr me vete pasaporta jon ose authentalti që kemi të dy. Ne morëm vetëm authentaltin, tjetër morëm 12 rrogat e fundit të prindit që ka marrë lejen e lindjes, certifikatat e lindjes së vajzave me qëllim përdorimi Elterngeld, tjetër shtojë numër timin të Mauricios edhe të vajzave, që është numri taksave, tjetër që kishim, po është dhe një beshining, quhet beshining? Një letë, beshtetigum, jo beshining, sorry njës, beshtetigum, që e merr Mauricio tek punëdhënësi, pra e merr prindi që do marrë lejen te punëdhënësi vet për kohën që do marrë lejen e lindjes, dhe Mauricio ja kërkoi nga data që ka lindur fëmijët deri një ditë para të vitit tjetër. Dhe po, kaq. Jo, kjo beshtetigum merret për sa kohë keni dëshirë ju ta merrni lejen e lindjes, 1 vit, 2 vite apo 3 vite. Pra nga momenti që ka lind bebi ose bebat deri pas afatit që ju dëshironi të merrni lejen e lindjes. Pasi përfunduam këtë, që ta dërgojnë ata me post, mund ta dërgosh edhe ti vet, po edhe ata e bëjnë. Filluam u morëm me aplikimin dhe plotësimin e formularëve të Kindergeld, që ishte shumë më I thjeshtë se sa Elterngeld. Pastaj tha, po për kita, për kopshtin e gocave tha keni aplikuar, I thamë jo, as nuk kemi marrë fare me atë pjesë. Tha nëse dëshironi, është kolegja ime zyra ngjitur, mund t'ju ndihmoj. U futëm atje me certifikatat e lindjes së vajzave, thjesht sa për të patur informacion se ne akoma nuk na kanë ardhur ID-t apo pasaporta. U futëm në sistem, u regjistruam në sistem, ajo I bënte të gjitha procedurat, plotësonte të dhënat, ne I jepnim dokumentat për vajzat,
Dhe aplikuam në 5 kita të ndryshme. Kështu mund të aplikoje deri në 5. Unë dua shumë nga informacionet që kam marrë në lagje, ne nuk e di nëse do jemi aty me shtëpi apo jo, po hajt kam e bërë një herë. Unë qefin tim, po të më pyesni tani, edhe pse jam e lodhur, edhe pse kam 2 për një herë, kam që t'i qoj në bas moshës 2 vjeç, por ne e bëm aplikimin kur të bëj 1 vjeç, do të thënë pas 1 viti që fillon në gusht, se fëmijët kanë lindur në shtator. Thash okej, ta bëj me orë të reduktuara që të mundem pakën të kem ca orë të lira për veten, nëse do e ndjej deri atëherë që t'i qoj, se merak kam shumë edhe se meqense unë punoj vend nga shtëpia, i kam aty i shikoj, edhe pse s'është e njëjta gjë, se prap impenjohesh me to, por gjithsesi ky ishte vendimi im për ta ndarë me ju si eksperiencë, pastaj ju secili e bën vetë si do. Tani mbaruam aty, uroj të jeni të qartë për procedurën, po keni pyetje më shkruani edhe unë ju përgjigjem te videoja tjetër, se tani e kemi mirë, e kemi rehat se flasim çdo ditë bashkë, edhe unë ju lexoj, ju përgjigjem direkt te video radhës të nesërme. Mbaruam aty po thoja, edhe jemi ulur të hambu te kur jeni prindër të ri, nuk e shumë kohë për gatimin, është shumë e vështirë, kohën e ketë reduktuar, po kjo nuk është arsyeja pse ulëm këtu, ulëm edhe për qejf, po ulëm edhe sepse erdhi ora. Edhe në shtëpi nuk kemi gjë gati, se po të ishim në shtëpi bëjmë gjërat gati. Ne të dy s'para pëlqejmë shumë të ham jashtë, po ja që ndonjëherë je detyruar. Edhe jemi ulur te një restorant që ka po edhe këtë restorant çdo qytet që është L'Osteria. Nuk është reklam, është thjesht çfarë po bëjmë ne tani. Edhe gocat i kemi këtu të dyja. Miki po fleqon, se e shikoj, ndërsa Lora është poshtë. Lora bastu edhe Lora fligjun. Tani të hapë një gjë, unë kam porosit që kam porositur, ju a tregoj, sa të vi. Kjo është pasta ime me karkaleca, dërsa papasita këtu ka e kërput. Shtypa, duhet të shkoj në -1, shtypa 0. Hajde ndalo tani në çdo kat, sepse më duhet të shkoj të bëj pazari. Nuk kam shumë gjëra në shtëpi, edhe Mauricio është me gocat. Njëra është në gjumë, tjetra është zgjuar. Cheers! Komshiu gati tret në ashensor, ka qenë i pari komshi që na ka folur, edhe na përshëndes edhe na gjendej edhe vazhdon tjetë. Se tani që kemi bërë bebushet tona, gjithë flasin, ndryshon. Po ju thoya që Lorraine po flet gjumë, ndërsa Nicole ishte kështu si gjysmë zgjuar. Që unë përfitoj nga rasti që iki shpejt. Iki. Unë po filmoj sa herë të mundem, sa herë të kem kohë, sa herë vajzat janë të sistemuara dhe janë në gjumë. Edhe ky është një nga ato momentet, dua të ndaj me ju se po e ndaja pak në Instagram, se në Instagram i kam darë të gjitha gjërat në korale, mos më bërtisni, të paktën atje kam qenë aktive, po këtu në YouTube po filmoj avash edhe po i mbledh për t'i postuar kur t'i editoj. I kam dhënë pak kohë vetes për YouTube-in, për të folur gjatë edhe gjërë bashkë. Ju tregoj pak pakon që ma solli babi, por është nga një biznes në Shqipëri, cili i ka bërë, i ka krijuar, ja dha babit edhe babi solli këtu, gjyshi jon i dashur. Dhe para se t'i ham, para se t'i dhurojmë edhe njerëzve, t'i shikoni edhe ju. Janë këto 2 kutit, edhe gjithë këto kutit e vogla që ishin 30 copë, por këtu kam vendosur vetëm 15. Prit se kemi telefonat nga motra edhe mami. Edhe po ju thoja, këto janë të parat, shikoni, ka fokus. Janë konfeti, edhe shkruajnë këtu Nicole dhe Lorraine. Dhe kam brenda karamele. Këto të dyja këtu pastaj janë të preferuarat e mia. Hapim këtë të parën. Edhe këtu janë vendosur Nicole dhe Lorraine edhe Nicole. Prisni t'ju tregoj foton. Mirë se erdhët në këtë botë, Lorraine dhe Nicole me 2 binjake. Dhe këtu të gjitha janë çokolata të vogla. Këtu po ashtu me emrat e gocave me të njëjtin dizajn. Prisni, se mezi pres që t'ju hap këtë pakon e madhe, se është e preferuara ime. Besoj kuptoj sepse është e preferuara ime që nga dizajni, emrat edhe lëre pastaj llokumet brenda që të gjitha janë një pjesë me Nicole edhe një pjesë me Lorraine. Këto janë dhuratat e dyta
të binjakeve gjo të personalizuara, se të para nuk e di a keni parë, por mund t'jetë diku në këtë video, që janë bluza. Dhe në ëmbëlsira që do presim të gjithë vizitorët e lindjes së binjakeve. Përpara zor se jam emocionuar kollaj nga gjërat e personalizuara, po tani çdo ndjesi është ndryshe. Tani shikoni sa pako të madhe kam në duart e mia. Këtë e ka sjell vizitorja parë që ka ardhur për të parë Nikole dhe Lorraine këtu te shtëpia pasi linda unë. Edhe e shikojmë bashkë çka ka shumë ditë që ka ardhur, mund të jenë bërë 2 javë pa frikë. Era nga gocat po shtriqet, ja bëre kështu. Edhe hapim se un kam durim të pa parë kur vjen puna për të hap pakot. Njerëz më thonë mirë që i shtyn, po si duron vet? Po duroj, nuk i hap. Mundohem kështu ti shikoj nga sipër edhe un. Hajde t'ua tregoj. Sa të bukura janë fustane me këpucë brenda. Tjetër gjë çfarë kishte në shport është ky arushi këtu me muzikë. Jo vendos te koka që sonte. Të dyja ju a tregova. Kjo është diçka shumë e bukur, por që un kurrë nuk do më shkonte ndërmend ta blija vet. Nuk e di pse i kemi harruar, edhe pse nuk i bëj më. Janë 2 albume me foto. Ta mendoni un kam lar fotot e beba. Janë shumë foto të bukura sepse nuk kemi qenë në gjendje për t'i filmuar, por janë ajo çfarë kemi përjetuar realisht edhe kjo është më e bukur për mua, edhe do t'ja vendos edhe Nikole dhe Lorraine këtu. Po ta binjaket sa jo kam bërë dyshe, po okay, të gjitha këtu ti kanë kujtim, muaj për muaj. Do na dali besoj. Në të kundërt, këto do më shtyt të marr të tjera. 2 gjërat e tjera janë këto të dyja, kur t'na dhëmbi barku, që uroj mos na dhëmbi shpejt se unë nuk e përballoj dot emocionalisht, kur qajnë ato, qaj edhe unë, kur vuajnë ato, unë edhe s'kam si ndihmoj, nuk e keni ide se si ndihen. Do të thënë kush është mama edhe ka kaluar këtë situatë, e kupton. Edhe 2 gjërat e fundit janë këto këtu që ishin për 4 muaj plus, janë për dhëmbët. Shumë të bukura. Edhe e fundit ku ishin të vendosur të gjitha gjërat shporta, që do t'ja fus mami këtu të gjitha gjërat edhe t'i çojmë te dhoma tyre të sistemoj. Dhoma tyre. Te dhoma ku kam gjërat e tyre. Edhe t'ja sistemoj. Ka shumë gjëra të bukura, ka kaq shumë dhurata, edhe më përpara, do të thënë para se të lindja, 2-3 video më përpara, thosha që dhoma e bebeve nuk është me rëndësi, se prap ato do flejnë te unë, po që kur kanë lindur, nuk e di, po të vjen një ndjesi, edhe nuk shumë gjëra nuk i mendoj njësoj, po kjo është edhe bukura e njeriut, që njeriu flet kur nuk i ka provuar gjërat, sepse ato ndjen, ato mendon, dhe pastaj kur i kalon gjërat, kur kalon në këpucët e tua, do thoshte një mama, atëherë gjërat ndryshojnë edhe ndjesit të bëjnë të ndryshosh mendime, plane, vendime, prioritete, çdo gjë tjetër. Kështu që sado që mendoj që punë e madhe gocat nuk do mbajnë mend asgjë nga kjo periudhë, sepse janë shumë të vogla, tani duan që të pinë, të flën gjumë, të jenë rehat, ju japësh dashuri edhe ti ndrosh. Unë prap mendoj vetëm si t'i bëj të lumtura, si të mos ju lë asnjë gjë mangut, si të kenë gjërat e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, e sidomos duke menduar edhe veten kur kam qenë e vogël, për të mos ju lënë asnjë lloj gjëje mangut. Por dua, siç u kam thënë më përpara, vazhdoj me të njëjtin mendim tani, që ta mbaj veten, sepse do vinë kohë më vonë ku vërtet do më duhet t'i bëj shumë gjëra, edhe le të përgatitemi për ato kohë. Sa atëherë dhe do mi kërkojnë vetë, kurse tani është thjesht qefi im, me pak fjalë. Kam ndonjë çokoladë tani të ëmbëlsohemi se në këtë periudhë unë jam shumë emocionale. Sa mezi po pres të kaloj pak kjo kohë vetëm prej kësaj ç'a ndjej unë edhe ç'a mendoj unë çdo ditë. Kemi edhe një kuti tjetër. Mos merremi me anën emocionale, edhe pse e di që shumë vajza më thonë a di sa foli këto gjëra, se ndjehemi edhe ne si ty, po, kur jam e mërzitur, kur po vuaj diçka, kur po kaloj një vështirësi, nuk e di pse kam kaq vështirë ti flas emocionet e mia. Vjen edhe pak kështu si zor, por do përpiqem ta luftoj këtë zorin edhe ti ndaj të gjitha gjërat me ju. Ndërkohë, kushërira Mauricios e kishte bërë ajo shumë bukur, me qese, me fjongo, por e hapëm kur ishte ajo këtu, se tha hapi se dua të shikoj nëse gocave ju bien. Edhe kjo është situata e pakos, ju tregoj se çfarë ka sjell këtu, kur erdhi për vizitë. Vizitorja jon e dytë, bashkë me bashortin 3. Ku po i shikoni tani dhuratën e parë të personalizuara për binjaket, Lorraine dhe Nikole. Po kush është ideja? Pse? Ja Nikole.
edhe kanë edhe nga një zemër mbrapa. Tani këto bluzat janë të mëdhaja, janë për 1 vjeç. Pse mi ka dhuruar, se më pëlqeu shumë ideja, çdo muaj kur ato të bëjnë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj t'ju avesh dhe sigurisht që muajt e parë do ju ri kështu si fustan shumë i madh, po kjo është e bukur që kur të bëj 1 vjeç edhe t'jetë fiks, t'jetë gjithë historiku i fotove edhe i ka punuar vetë mbi të gjitha që e vlerësoj shumë, edhe janë kaq të bukura dhe do t'ja bëj këtë ide nga muaji i parë e deri kur t'jenë 1 vjeç. Kështu dhe shikojmë edhe si video dhe si foto, do t'ja tregoj edhe juve. Tjetër gjë, çka ka? Ka punuar vetë po ashtu me dorë këto 2 kapuçat e leshit. Edhe do thonë ju ç'a moshe ka? Mosha ime është, edhe ka pasion të punoj me dorë. Ne kemi për turp në Shqipëri të bëjmë këto gjëra, po jo, kush ka lindur dhe jeton këtu në Gjermani, i vlerëson shumë këto gjëra. Çka ka tjetër pakura? Një qiri. Ishte një zarf me urimin e tyre edhe me lek brenda, për të cilën na tha që këtu në Gjermani, kur e hap zarfin dhe sidomos kur shikon lekët, duhet të thuash vetëm faleminderit për fjalët e bukura që keni shkruar. Nuk duhet merresh fare, "Wow, po pse hodhe lek, po pse e harxuar?" Nuk duhet i komentosh lekët, më tha, "Kështu bëhet tu, kështu bëni edhe ju." Edhe i hapi Mauricio dhe ajo e porositi 10 herë mos i komento. Okej, lexoj letrën edhe nuk i komentoj. Pjesën tjetër të shportës tha që e ka mbushur me gjëra edhe për babin, edhe për mamin. Ajo që i kisha kërkuar unë, se para se të vinin këtu për ujë, më tha ç'a keni nevojë, i thash okej, na sjell ndonjë gjë të ëmbël se nuk jam më me diabet. Nuk e kam kontrolluar diabetin, nëse do më pyesni, kontrolloj diku te 4 deri në 6 javë pas lindjes, por tani nuk kam merak se dëmtoj gocat dhe i thash dua gjëra të ëmbla. Dhe e kam mbush plot edhe për mamin edhe për babin. Mamin një shampo, për babin trajtim që të duket bukur në këto muajt e lodhjes, tha, dhe është krem duarsh, gel për dushin. Ka sjell për mamin këtë për buzët. Ka sjell për mamin 2 kapse, po mami ka vetëm 1, se tjetrën na e mori nëna në Shqipëri. Ka sjell çorape leshi për mua, 2 kështu, që bëjnë zhurmë. Edhe mami ka nevojë të duket mirë, sa ka filluar rrethi i syve deri poshtë dhe janë shumë maska për mua. Dhe pjesa tjetër shumë ëmbëlsira për mua, dhe ishte edhe një kutim me biskota, po atë e kam fshirë. Dhe pjesa tjetër janë ëmbëlsira. Biberon. Këto pako të shu janë tradit këtu në Gjermani. Edhe unë që dua të falenderoj mjekët që më kanë ndjekur mua, po sidomos edhe stafin që më bëri operacionin, do bëj pako të tilla edhe do t'ju tregoj se ç'a do fus brenda. Shumë mirë, Adisa, na kënaq që do bësh edhe pakot e doktorëve, po unë që po editoj, shikoj që Adisa nuk ka bërë mbyllje. Kështu që po ju them, shihemi te vlogmasi tjetër. Paqim, herë tjetër me mbyllje.